Shqipëria po punon për një rishikim të plotë të legjislacionit për barnat në përputhje me atë të Bashkimit Evropian me synim për të rritur standardet dhe forcuar sigurinë në treg. Kështu u shpreh ministra e Shëndetësisë Evi Sala në konferencën e farmaceutikës, duke shpjeguar se ky sistem në Shqipëri është në fazë reformimi dhe ndryshimet kanë nisur konkretisht. Ajo përshëndeti dhe miratimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për çmimin e barnave, duke cilësuar si një hap të rëndësishëm drejt një sistemi më realist dhe të qëndrueshëm. Forcimi i tij mbetet një prioritet kombëtar me një objektiv të qartë, garantimin e aksesit të qëndrueshëm të qytetarëve në barna cilësore, të sigurta dhe efektive. Ministra Sala theksoi se sektori farmaceutik është një nga shtyllat kryesore të sistemit shëndetësor dhe për këtë arsye forcimi i tij është prioritet kombëtar. Institucionet po punojnë për një model më transparent, më efikas dhe më të digitalizuar. Së fundmi, kemi ndërmarrë hapa konkret në drejtim të reformimit dhe modernizimit të sistemit farmaceutik, me synimin për të kaluar drejt një modeli më transparent, më efikas dhe më të digitalizuar. Ky proces është thelbësor për të rritur besimin, për të përmirësuar shërbimin dhe për të garantuar funksionimin më të qëndrueshëm të tregut. Një tjetër fokus është edhe përmirësimi i aksesit në barna inovative, jo vetëm duke i futur ato në treg, por edhe duke shkurtuar kohën që u duhet pacientëve për t'i marrë. Një nga prioritetet tona është përmirësimi i aksesit në barna inovative, duke synuar jo vetëm futjen e tyre në treg, por dhe shkurtimin e kohës së aksesit për pacientët, në përputhje sigurisht me praktikat më të mira europiane. Në të njëjtën kohë, jemi të vetëdijshëm që sistemi kërkon politika të balancuara midis aksesit, çmimeve të përballueshme dhe qëndrueshmërisë së tregut farmaceutik. Kjo kërkon vendimmarrje të kujdesshme dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me të gjithë aktorët. Në këtë drejtim, dialogu i hapur me industrinë farmaceutike, profesionistët e fushës dhe të gjithë përfaqësuesit e sistemit mbetet thelbësor për ndërtimin e politikave efektive dhe afatgjata. I rëndësishëm mbetet edhe bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar. Sfida si mungesa e barnave apo zinxhiri i furnizimit kërkojnë koordinim të ngushtë dhe qasje të përbashkët, sidomos për tregjet e vogla siç është Shqipëria. Sala u ndal edhe tek sfidat që lidhen me mungesën e barnave dhe zinxhirin e furnizimit, duke thënë se për tregje të vogla si Shqipëria, mbetet jetik bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar. Konferenca përkoi me 20 vjetorin e krijimit të urdhrit të farmacistit në Shqipëri.